Bashkia e Lezhës ka nisur fushatën e punësimeve elektorale. Denoncimi është bërë nga kryetaria e Partisë Demokratike në Lezhë, Donika Ndoj, gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Ajo foli me fakte për disa raste të kësaj natyre, si dhe marrje në punë edhe të personave në moshë pensioni, në shkelje të hapur me ligjin. Muajt të fundit ka punëtor të shtuar në administratë, që do të thotë pak një tejpërje në administratë. Kjo ndoshta për të mos thënë sepse do të hyjnë vite elektorale dhe është për qëllime elektorale, dhe i punësori i fundit ka qenë me 6 mars, një person që ka moshën dhe në pension dhe ju keni punë në një rol përgjegjës. Kështu që hapni një krah të rive, të rejave. Gjatë fjalës së saj, Ndoj denoncoi edhe Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, që sipas saj është kthyer në institucion pazaresh në lidhje me pajisjen me certifikata pronësie. Për qytetarët e thjesht është shumë e vështirë që të marrin një certifikat pronësie këto. Ndërkohë që më parë mund të legalizosh një objekt shumë karë sesa një banesë, një kafshë për të jetuar. Apo edhe këto pritjet e gjata për qytetarët, saqë shpesh pazaret bëhen edhe në për lokale për të marrë ato certifikatat e pronësisë edhe për t'i përshpejtuar procedurat. Dhe këto e thonë vetë qytetarët sepse mesin me vite pas dyrëve të ASHK-s. Të gjendur përballë fakteve, kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pirin Dreu, dhe drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Altin Gjergji, ju përgjigjen përfaqësuese SPD me gjuhë arrogante dhe bulizuese. Nuk ju lejohet të ngeni insinuata e tymse Facebooku këtu, se me Facebooket tuja jemi knaq duke i bë zi katran me bojë të gjithë. Nëse kena ankesë, hajde shif aty pas derës ASHK-s. Unë nuk po them që nuk ka problematika, unë nuk po them që nuk kemi kohë, po merremi me përmirësim për dytësimin e gjithë zonës qarkut Lezhë. Gjatë mbledhjes së Këshillit Bashkiak, përfaqësuesja e Partisë Demokratike Donika Ndoj foli edhe në lidhje me rindërtimin nga tërmeti, i cili nuk ka përfunduar ende, duke lënë qytetarët pa banesa, pavarësisht se janë alokuar miliona euro.